Ne nuk jemi të gatshëm që të kemi vanesa tjera, zvarritje të procesit dhe kërkojmë marrjet e vendimit, nëse Bashkia Ndërkombëtare heziton të marrë vendim, ne shprehim gatishmërinë dhe vendosmërinë që ne do ta marrim atë vendim pa marrë parasysh sfidat me të cilat mund të ballafaqohemi. Ne duhet të japim fund këtij procesi dhe vazhdimisht e bëjmë me dije se ky është edhe vazhdimsi e një procesi të tërë të cilin e kemi filluar me presidentin Ahtisari, po është edhe faza përmbyllëse e tina. Dhe objektivi jonë është që kjo të ndodhë brenda këtij vitit. Shkojmë nga pozicioni i shtetit dhe dëshirojmë të nxjerrim bisedimet në rrafshin. Ky traktat që ne ofrojmë, pikërisht dërgon një mesazh që pala kosovare nuk është e gatshme as të bisedojë për çështjet e statusit, jo me të bëj koncesione për status, sepse ne shkojmë atje si shtet, shkojmë nga pozicioni i shtetit dhe dëshirojmë të nxjerrim bisedimet në rrafshin e çështjeve teknike me dy shteteve sovrane të pavarura. Dhe ne, me këtë traktat dëshirojmë që të imponojmë që të bisedohet për çështje për të statusit, për çështje për të pavarësisë dhe pavarësia të konsiderohet si çështje e kryme dhe as mos të diskutohet. Ne asesi nuk do ta diskutojmë pavarësinë apo çështje tjera të cilat janë vija të kuqe, ne do të përpiqemi që me këtë qasje tonë, me këtë platformë të dëshmojmë vullnetin e mirë tonin dhe të japim kontributin tonë në ndërtimin e paqes, stabilitetit në rajon dhe të dëshmojmë që Kosova do të jetë një forcë për të mirën në ndërtimin e paqes, për dhe rujtjen e paqes, stabilitetit në rajon. Po si mund ta shpjegoni kur disa nga anëtarët e ekipit, më vërtetisht zoti kryeminist dhe zoti zyroi insistojnë që duhet shpallur pavarësia mazë drejtorit, ndërkohë